Këngë, valle, emocione nga kultura e lashtë Vllahe do të përcillen në mbrëmjen e së shtunës në fshatin Andon Poçi në Gjirokastër, në edicionin e dytë të festivalit Kënga Vllahe. Ky event një ditor kushtuar trashëgimisë Vllahe do të mbahet në fshatin Andon Poçi, ku pritet të mblidhen artistë nga zonat të Shqipërisë, ku punon dhe jeton një pjesë e këtij komuniteti. Konsistoi në këngë, në muzikë, në valle, të cilat do të kujtojnë rrënjët tona, identitetin ton, dhe do të nderojmë të parët tanë. Këto do të jenë këngë të vjetra, të cilat do të sjellin në skenë udhëtimin e tyre në përshekuj, vallet e bukura Vllahe, të cilat janë lidhur njëra me tjetrin si vetë historia e tyre. Këngë të bukura që do t'i këndojnë, do t'i kushtohen bukurisë së natyrës, së gjysheve, të vajzave, të nuseve. Kjo do të organizohet në Andon Poç, është një qendër e komunitetit ton dhe do të kemi pjesëmarrës të grupeve të ndryshme nga gjithë trevat e jugut. Mendojmë të jetë një mbrëmje festive, i ftojmë të gjithë. Ne falenderojmë artistët, grupet folklorike që na kanë ardhur, na janë afruar dhe na kanë mbështetur, institucionet, Bashkia e Qarku dhe Ministria e Turizmit me një projekt të tyre dhe shpresojmë që ky aktivitet të ecë ashtu siç edhe ne kemi mundur të organizojmë. Ky komunitet ka arritur të përcjellë në breza një arsenal të gjerë të këngës, valles, melodisë e kostumeve Vllahe. Eventi organizohet nga përfaqësues të këtij komuniteti me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Bashkisë Gjirokastër dhe Këshillit të Qarkut. Është një nismë e shoqërisë civile, ndryshe nga aktivitetet e tjera, të cilët u bën bashkë me amatorët dhe artistët e këtij komuniteti për të bërë këtë festival, i cili si vjetë ka surprizën për edicionin e dytë. Të gjithë këto grupe do t'i bëj bashkë data 23 maj dhe është një ditë e veçantë për këtë komunitet sepse është dita ndërkombëtare e komunitetit Vllahe. Kjo do t'i bëj bashkë të gjitha këto grupe folklorike dhe grupet folklorike kanë një gjerësi të madhe. Është një grup folklorik i qytetit që përfaqëson vëllezërit e Gjirokastrës, vjen një grup nga Korça, është një grup nga Selenica, vjen një grup interesant, është një grup i vajzave nga rreth i Fierit dhe një grup që ka krijuar ansambël nga Kavaja që njihet. E veçanta e këtij festivali është sepse misioni, domethënë, i këtij festivali është transmetimi i këngës. Dihet tani se ç'a probleme ka krijuar emigracioni dhe kjo është me theksuar edhe tek komuniteti Vllahe, sepse ju e dini se si jeta e tyre baritore, jeta e tyre idilike, i dashuruar me natyrë dhe me pasuritë e saj, me shpirtin e tyre të tërë, ata e kishin, domethënë, shpesh lëviznin nga një vend në vendin tjetër dhe kjo na krijon një problem. Megjithatë jemi munduar që dhe një pjesë e këtyre emigrantëve të vinë atë ditë të jenë pjesë e këtij festivali. Kjo është ideja, domethënë, transmetimi dhe brezat e rinj, që ta ruajnë dhe atë ta trashëgojnë, sepse aty është shpirti, aty është tradita, aty është zemra e këtij komuniteti. Dhe ky komunitet ndryshon shumë nga komunitetet e tjera. Festivali do të shoqërohet edhe me dy aktivitete të tjera, që janë një ekspozitë ikonografike e autorëve Ziso e Mario Musha dhe një ekspozitë e arteve pamore nga qyteti i Gjirokastrës në syrin e një koleksionisti.